Ato kanë qenë një nga çiftet më të dashura për publikun, po flasim për Mira Konçin dhe Shpëtim Saraçin. Ka qenë skena ajo që ka njohur çiftin dhe pas martesës ato u bekuan me 2 fëmijë. Pas 25 vitesh martesë, ato shkuan drejt divorcit, një lajm ky as pak i mirë. Çifti duket se pati përplasje, pasi Mira në një status la të kuptohej se të gjitha kursimet Shpëtimi i kishte hedhur në një studio muzikore në Tiranë, gjë për të cilën këngëtarja nuk ishte dakord. Por së fundmi, çifti duket se i kanë sheshuar mosmarrveshjet. Dhe për herë të parë, Mira ka folur publikisht për arsyet e divorcit. Ajo tha: "U pa gjatë rrugës që Shpëtimi ndihej më mirë në Shqipëri dhe u vendos një marrëveshje e tillë, nëse do ta quaj marrëveshje sigurisht, që unë nuk mund t'i lija fëmijët vetëm në Amerikë, në asnjë mënyrë nuk mundesha. Nuk ishin fare të vegjël, por ishe një moshë kritike e nuk mundesha qoftë Drinin ose Erën t'i lija vetëm. Era sa po mbaroi shkollën e duhet të isha aty për të, ndërsa Drini ishte në vitin e 2 të shkollës së mesme. Ishte pamundur që ta leja vetëm." Më pas, ajo tha se e kuptonte pozitën e ish bashkëshortit të saj. Sigurisht që Shpëtimi në Shqipëri kishte ndërtuar gjithçka dhe absolutisht deri diku ishte e kuptueshme, pavarësisht se unë nuk isha shumë dakord. Unë doja që të qëndronin bashkë. Burime pranë kompozitorit të njohur, shprehet se ai ka marrëdhënie shumë të mira me fëmijët, por në lidhje me vendimin e divorcit, ai ka thënë se nuk ka më kthim prapa. Kanë qenë arsye më të thella ato që i kanë thyer shpirtin dhe e kanë bërë të marrë vendimin e divorcit. Gjithsesi, për mbarvajtjen e fëmijëve, ato kanë komunikim, sepse 2 fëmijët e tyre qëndrojnë mbi çdo mosmarrveshje.